Shiko së dashur, jemi rikthyer përsëri në studio, tash ora po shënon 8:14 minuta, ashtu që shkam paralajmëruar edhe më herët, do të realizojmë një intervistë dhe do të flasim për punën e administratës tatimore të Kosovës, po ashtu bashkëpunimin që e kanë me qytetarët edhe që ndikon në rritjen e transparencës, gjobat të cilat janë shqiptuar, po ashtu luhen me kuponin fiskal, rritja në tatimin në Qira, marrëveshje të reja e shumë çka tjetër. Do të diskutojmë gjitha këto zhvillime të ashtutje bashkë me Valentina Bytyqi Sefa, zëdhënëse në ATK. Mirëmëngjesi, mirë se na ke ardhur. Mirëmëngjesi shumë Agnesa, mirëmëngjesi për gjithë shikuesit e KTV-s. E ka një kohë gjatë se jemi pa kështu në intervistë emisionin Mëngjesit. Faleminderit shumë, vazhdojmë jemi të hapur, normalisht po besoj se mirë kuptohemi në kohët dhe periudhat edhe ne kur i kemi angazhimit. Përndryshe, ndihma e medias është një shtyse e madhe për këtë aktivitetet tona, sepse e rrit ndoshta edhe përmbushjen vullnetare, por edhe rrit transparencën e institucionit tonë. E vërtet. Unë fillimisht e kam pa, do të thotë edhe me qenë se po flasim për transparencën, po ashtu ka postime në Facebook që ATK bën, po ashtu edhe ka web faqe në të cilën mundeni me hyrë dhe me marrë edhe informata të tjera më të detajshme, po ashtu për tatimin në Qira, pasqyra e tatimit në Qira. Ka pasur lëvizje 2024-2026, ka hasur rritje apo jo? Po vjen mirë që përcillen rrjetet tona ose platformat, po nisna fillimisht me këtë pjesë, platformat tona sociale ose mediat sociale, për shkak se i kemi vazhdimisht mirëmbajtuna, vazhdimisht postojmë, për shkak se webfaqja e administratës tatimore Kosovës me evoluimin e teknologjisë dhe me përdorimin e këtyre rrjeteve më ka kaluar më shumë në një mjet shërbimi për sa i përket tatimbaguesve, për shkak se aty merren informacionet, po edhe përdoret platforma për deklarimin dhe pagesën e tatimeve. Përderisa rrjetet sociale kanë marrur një havë shumë të mirë që shohim edhe që ka një efekt dhe një impakt i jashtëzakonshëm për përmbushjet tatimore, andaj kemi zgjedhur që edhe informacionet tona ti kemi edhe ti përshtasim varësisht audiencave që janë. Për këtë arsye vazhdimisht postojmë informacione, ato që duhet bërë dhe ato që po japin rezultat dhe po japin efekt në tregun tatimor. Javën e kaluar kemi fol rreth obligimeve që kanë qiradhënësit dhe pagesës e obligimeve tatimore. Kemi ndarë kuartalet tatimore për sqarim publik, në shtaj e sqaroj se në atë grafikon kemi nxjerrur 3 vite, 2 vite të plota dhe vitin 2026 ka qenë vetëm periudha faktikisht vetëm periudha janar-mars dhe shihet që në 2 vitet e plota shihet që vetëm 2 muajt e parë kanë bërë një ndryshim të madh. Ndoshta në aspektin optik duket e vogël, mirë po në numër shihet që vetëm 3 muaj janë mbi 8 milion, që i bie që është jashtëzakonisht shumë, dhe i kemi ndarë, do thotë, pagesën e obligimeve tatimore që kanë bizneset për Qira, por edhe obligime tatimore të individëve që kanë shtëpit lokalet ose banesat e tyre. Dhe më pas kemi vazhduar edhe me publikime tjera, por edhe pas kësaj kemi pasur aktivitetet dhe do të kemi aktivitetet të mëdha dhe kampanja të ndryshme të cilat sigurisht disa promovojnë rezultate dhe aktivitetet dhe disa kanë për qëllim që t'i fusin në sistem të gjitha aktivitetet të cilat ende pjesa të cila përfiton nga aktivitetet ekonomike, çfarëdo qoftë që i bëjnë, ende nuk e kanë të qartë ose të kristalizuar që duhet të jenë pjesë e sistemit tatimor, duhet të regjistrohen fillimisht dhe të mbajnë detyrimet tatimore të kryera. Dhe për këtë arsye ne, siç edhe keni parë nga rrjetet sociale, kemi pasur do thotë aktivitete të ndryshme dhe ndër prioritetet kryesore të administratës tatimore këtë vit do të jetë ekonomia digjitale, në kuadër të së cilës përfshihen format të bërit biznesin nga më të ndryshme, duke u nisur nga dyqanet online, duke u nisur nga përfitimet nga platformat digjitale, duke u nisur nga përfitimet nga platformat digjitale nga individët të cilët bëjnë marketing të produkteve të ndryshme, deri tek freelancers të cilët ofrojnë shërbime për jashtë, por edhe për këto dhe aktivitetet të ngjashme të cilat hyjnë të gjitha në umbrellën e ekonomisë digjitale. Dhe për këtë arsye ne jemi duke konsultuar me
ekspert nga më të ndryshëm, ata që kemi të mbrëmshëm dhe ata të cilët, ose ato vendet të cilat veç e kanë kaluar këtë tranzicion, në mënyrë që qasja jonë të jetë drejtë dhe mundësia jonë e përfshirjes në përmbushje tatimore nga ana këtyre aktiviteteve të jetë e lehtë, e thjeshtë, si nga ta, por edhe nga ne sa i përket pjesës së qasjes, sepse besoj keni arritur të shihni që administrata tatimore e Kosovës është duke punuar jashtëzakonisht shumë që të rrisë bazën e tatim paguesve, të rrisë transparencën. Dhe kur flasim për transparencë, gjithsesi besoj që keni arritur të shihni që ne nuk presim vetëm takime në zyrat tona dhe në thirrjet tona që i bëjmë për seminare dhe workshope të ndryshme, po kemi filluar, drejtori i përgjithshëm i ATK, Sotri Mentor Hyseni, ka filluar që të vizitoj bizneset, të dëgjoj sfidat e tyre, sepse sfidë nuk është vetëm të mbledhësh tatimin, po sfidë shpeshherë mund të jetë edhe për tatim paguesin formën që e ka për të deklaruar, ose nga aktiviteti që ka të bërit biznes, nga aktiviteti që bë i derivan ndoshta ndonjë vështirësi, ndonjë sfidë. Për këtë arsye drejtori Hyseni është duke bërë një cikël vizitash tek biznese të ndryshme me aktivitetet të ndryshme në mënyrë që të sheh dhe të marrë parasysh sfidat që i kanë, por edhe sugjerimet të tyre në përmirësimin e procedurave tatimore, sepse jo të gjithë tatim paguesve i përshtaten procedura tatimore, sepse çdo herë brenda ligjeve që ka administrata tatimore, legislacionit tatimore në përgjithësi, mund të ketë ndonjë mangësi ose ndonjë hendek brenda të cilit duhet të ndryshohet ose duhet të përshtatet me aktivitete, sepse shohim që jemi duke jetuar në një epokë të re, e cila vetëm nëse bëjmë ndarje me 10 vite para, kemi ndryshim të madh se si jetojmë, si qasemi sot, sidomos përmes digitalizimit dhe normalisht edhe ne duhet të përshtatemi kësaj dhe për këtë arsye më e mira është të marrim sugjerime dhe komente nga njerëzit të cilët punojnë me këtë punë. Me qënë se e përmendëm tash këtë pjesë edhe tek epoka digitale, sepse shpesher dëgjojmë komente, ka hape ka dyqanin online, mirë shumë u knaqën pare, po bëjnë marketing, si dhe qoftë edhe kjo pjesë duhet paguar edhe këta persona paguajnë ta tema, po jo kanë dhe japin kontribut diçka tek ATK tek shteti në fakt e Kosova përgjithësi. Kur flasim për dyqanat e përmene, kemi këtu dy lloj aktivitete. Kemi personi, furnitori që shet produktin dhe ai që bën markimin e saj, marketingun. Të thot, kemi dy parë tatim pagues. Dhe të dy partë janë të obliguar që të kryen obligime tatimore. Dhe vështirësia jonë më e madhe se sa të persona cilët e markojnë një produkt është të identifikojnë bizneset online, sepse në shumicën e tyre ata nuk kanë fare një kontakt, nuk kanë fare një dyqan fizik dhe nuk e kemi vështirësi në shta t'i qasemi, derisa të kalojnë në një investigim pak më të madh, që nuk i mungojnë ATK, të thot edhe mjetët dhe mundësit e saj për mi identifiku këto lloj biznese, ndërsa të pjesat e atyre cilët bëjnë reklamën e këtyre produkteve, realisht është më e thjeshtë për shkak se nëse fundmi veç kemi nisë kampanjen për influencer, kemi nisë me një video informuese, më pas kemi thirrur në takim një pjesë të influencerëve të cilët janë brenda sistemit tatimor, por që edhe impakti i tyre në audiencë është shumë i madh. Do thotë, ne nuk kemi bërë selektim, për shkak se kemi pasur disa reagime të vogla por kjo ka qenë vetëm si fillim që të ftohen ata të cilët veç janë brenda sistemit në mënyrë që impakti i tyre të shkoj shumë më lehtë se sa nga ATK tek influencerët e tjerë të cilët fare nuk e dinë që janë obligues për me i deklaru tatimet. Qëllimi ka qenë ky, po ne së shpejti do të organizojmë një workshop të madh në të cilin do të përfshihen të gjithë ose do t'ju bëhet ftesë të gjithë atyre personave për me marrë pjesë dhe me i marrë të gjitha informacionet se cilat janë procedurat për me deklaru, qysh fillimisht duhet më regjistru, çka duhet me pas, çfarë statusi duhet me pas, dhe të ngjashme për shkak se është krejt normale që edhe munden mos me qenë në njohuri të këtyre procedurave. Çfarë ka ndihmuar gjitha këto kampanja të cilat ju i keni realizuar, sepse me qenë se thamë që është rritur edhe transparenca dhe bashkëpunimi me qytetarët, po në anën tjetër edhe po bëhen patëm edhe rritjen e tatimit në qira, gjitha këto po besoj kanë arë si shkak i kampanjave të cilat po realizohen edhe po informohen edhe qytetarët, ju vetëm inspektimeve të ndryshme, po ashtu edhe formave informuese. Po më pëlqen kjo pjesa fundit, sidomos që e potencove, ma derivon një përgjigje të cilën është ta mos më umet bërç.
Ardha e drejtorit përgjithshëm, normalisht secili drejtor ka politikat dhe ka mënyrën e vet se si menaxhon, se si operon. Drejtori përgjithshëm ka vënë në theks që nuk do të kemi në synim ose në çdo herë në monitorim tatim paguesit dhe t'i ndëshkojmë ata. Ideja jonë është që të komunikojmë, siç e thash edhe më herët, të edukojmë, t'i japim çdo herë përgjigje tatim paguesve për çdo vështirësi që ata e kanë. Dhe gjoba dhe ndëshkimet të cilat veçante para me ligj atëherë aplikohen vetëm në rastin e fundit kur ne shtyhemi që nuk kemi më mundësi tjetër që t'i japim tatim paguesve. Po, është rritur jashtëzakonisht, do të thotë shumë besimi, është rritur jashtëzakonisht shumë partneriteti mes ATK-s, qytetarëve dhe tatim paguesve, sepse ne nuk jemi vetëm me inspektor në terren, ne jemi me një armatë të tërë, jemi me qytetarët, për shkak se qytetarët janë inspektorët e përditshëm të ATK-s. Dhe këtyre inspektorëve ne ju kemi dhënë mundësi të ndryshme, kanale të ndryshme dhe platforma të ndryshme. Për me denoncu një parregullsi që e shohin, kemi do të thotë platformën në administratën tatimore, cila është në website-in ton, denonco, në të cilën qytetarët munden me denoncu çdo rast që kanë, me bë edhe bashkangjitjen e ndonjë dokumenti, qoftë kupon jo fiskal, qoftë çkado që ata konsiderojnë, çfarëdo informacioni që kanë që konsiderojnë që nuk është në përputhje me procedurat tatimore, dhe më e mira e kësaj agnesës që qytetarët munden me zgjedh nëse dojnë të jenë të deklaruar, do të thotë mos mbesin anonim. Se gjatë kohës kur Valentina vetë po flet po i shpjegon, po i shohim edhe në ekran aty, si do të qoftë qytetarët e kanë sepse jemi tek webfaqja. Munden me zgjedh nëse duan që të deklarojnë ose të mbesin anonim. Është një platformë shumë e mirë dhe kjo platformë vetëm për 3 muaj ka rezultuar me një impakt të jashtëzakonshëm, si ka pasur ndikim financiar, po edhe ndikim social, ku kemi pasur dikon 924 denoncime të natyrave të ndryshme, të cilat kanë pasur impakt të madh financiar, si në TVSH, si në qarkullim shtesë, po në njëjtën kohë që ka vënë në theks është që zakonisht qytetarët deklarojnë shumë për kuponat të cilët nuk janë fiskal, dhe në njëjtën kohë aty ku konsiderojnë që një subjekt mban punëtor të padeklaruar. Dhe kjo ka ndikuar nga aspekti social me dikon 76 punëtor të cilët kanë qenë të padeklaruar dhe të cilët normal kemi shtinë në procedurë. Me sa e di edhe vetë punëtorët munden me raportu këtë pjesë. Po ashtu kemi edhe një platformë tjetër në kuadër të kësaj, është verifikimi i punëtorëve, në kuadër të webit, do thotë kjo nuk ka qenë asnjëherë më herët, do thotë ku qytetarët secili në këtë rast mundesh me hyj me numër personal, mundesh me hyj edhe me pa se sa biznesi ku punon ti deklaron tatimin e mbajtur në burim, do të thotë sa a je i formalizuar në të gjitha periudat, sepse ka raste kur në periudat të caktuara fare nuk janë punëtorët e formalizuar. Pra paguhen edhe ato kontributet shtesë të punëtorit, po ashtu edhe në anën tjetër edhe punëtorët në fakt. Fillimisht momenti që hyn aty dhe sheh emrin tënd ti je veç i deklaruar, sepse nuk mundesh me qenë pjesë e platformës pa qenë i formalizuar në të gjitha format. Dhe kjo e ka ngritë si sinjal dhe si mundësi, do thotë kur ka qenë periudha e tërheqjes së trustit, nështë me të mira dhe të këqijat që ka pas ajo periudhë, ka ngrit alarm tek punëtorët, sepse kam pa që asnjëherë nuk është vë në diskutim një punëtor me pa veten nëse është i deklaruar ose i formalizuar nga ana e punëdhënësit. Për shkak se ose ka pasur një besim ose ka qenë një pakt mes tyre që mos i ndalet ajo pjesa e pagesës. Dhe kur ndodhi tërheqja e trusit, atëherë edhe u ngrit një alarm. Dhe për këtë arsye jemi vërshuar nga kërkesat e qytetarëve dhe ne kemi dizajnuar, do thot, këtë platformë e cila do thot ruan normalisht konfidencialitetin dhe të dhënat personale, siç parashihen me kornizat e ligjit për të dhëna për mbrojtjen e të dhënave personale, sepse nuk është vetëm numri personal, po pasi që ti ta vësh numrin personal, të vjen në numër tënd të telefonit një kod për mu verifiku sakt nëse je ti, për shkak se dihet që ne kemi ende një vedije jo shumë të lartë për sa i përket përdorimit të dhënave personale dhe nuk e kemi idenë sa shumë vëmë në rrezik
të dhëna tona në rast se nuk i kemi të mbrojtura mjaft mirë këto të dhëna. Valentin, e përmendet edhe kuponin fiskal, disa vjetë më parë ka qenë edhe ajo loja ato shpërblimet e qytetarëve që janë bë, duke i mbledh kuponet fiskal, disa prej tyre pastaj janë rimbursu. Ka qenë një mënyrë po ashtu e rritjes edhe transparencës, një lloj bashkëpunimi me qytetarët. Tash çka kemi diçka tjetër tre që po ashtu janë përmend kuponet fiskal. Në fakt, na kemi punu ose loja me kupon fiskal ka qenë në dy forma të ndryshme. Fillimisht ka qenë shumë masive, secili qytetari i cili ka mbledh kupona sipas kritereve të cilat kanë qenë të parapara, ka mujtë edhe me fitu shumën e caktume. Më pas kemi kaluar në një fazë të dytë ku ka qenë pak më limitume për shkak se doli përtej pritshmërive që veç kishte institucioni dhe jemi në përgatitje edhe ne të një platforme të re të lojës, por nuk do të flas sepse kjo është në varësi të disa proceseve të tjera, të cilat po besoj që janë në finalizim. Dhe momenti që finalizohen ne veç kemi pothuajse të kryer formën e re të lojës dhe besoj që të gjithë qytetarët do të njoftohen në kohë dhe do të kenë mundësi që t'i kenë kuponet e tyre, sepse më nuk do t'jetë mbledhje dhe nuk do t'jetë dërzim. Nuk po japi shumë informacione, po... Do t'jetë diçka më e thjeshtë, po edhe më afër me qytetarët. Normalisht, nuk do t'jetë manuale, do t'jetë shumë më lehtë. Atëherë presim edhe me u pas, sepse jemi të gatshëm patjetër edhe me hyrë në këto loja, diku ku edhe shpërblet qytetari, pse jo, edhe është kënaqësi patjetër kur po është një cikël rikthimi aknezës, thotë fundit qytetarët mbledhin pjesën e TVSH-s dhe marrin një shpërblim në fund. Në gjithë botën ndodh kjo dhe qëllimi i lojës është që të rres do të thotë shtrirjen e procesit fiskalizimit, që procesi fiskalizimit do të thotë ul evazionin tatimor dhe njëjtën kohë ka dy shpërblime, rrit formalizimin dhe njëjtën kohë shpërblen qytetarët të cilët çdo herë kërkojnë kuponin fiskal. Tu e kërku kuponin fiskal normalisht edhe ti si biznes ke më obligu që me marr për shkak se qytetarët mundën edhe mos me qenë konsumator tu. Atëherë, po e shohim që bashkëpunimi me qytetarët ka ndryshu, ka marrë forma të reja, po bëhet çdo ditë më mirë, është në rritje dhe po ndihmon në evazionin tatimor, po ashtu në rritjen e transparencës, po çka marrëveshje me shtetet dhe me vende të tjera, me qenë se u përmendëm edhe ata të cilët kanë kaluar në disa etapa janë në një fazë tjetër, diku më mirë, diku edhe më keq. Bashkëpunimet tona do të thotë me institucione ndërkombëtare janë të jashtëzakonshme dhe statusi i administratës tatimore në atë se çfarë është sot, që është shembull ndoshta edhe për vendet e rajonit, është si shkas i mbështetjeve nga institucionet ndërkombëtare. Dhe kemi një bashkëpunim të vazhdueshëm, kemi takime dhe jemi gjithsesi me ta çdo herë, sidomos në projekte të mëdha. Nëse flasim për marrëveshje, atëherë i kthehemi tek marrëveshjet bilaterale që kemi me shumë vende të botës dhe së fundmi po e theksoj që kemi realizuar një marrëveshje me Italinë. E njëjta ka qenë, por ka qenë domthonë e kohës së mëhershme dhe tani kjo është politikë fiskale të cilat i bën normalisht ministria. Ne jemi institucion ekzekutiv ku zbatojmë atë marrëveshje dhe kjo marrëveshje është në interes të rritjes ekonomisë, forcimit të ekonomisë mes të dyja shteteve, sidomos edhe mes punëtorëve të cilët punojnë në Itali, bizneseve të cilët punojnë këto, ose bizneseve tona të cilat punojnë në Itali, dhe qëllimi i kësaj është që bën eliminimin e tatimit të dy fesh, çka i bie që është bilaterale që ti zgjedh që mos paguash me këtë marrëveshje, do të thotë mundsohet që mos paguash tatimin e mbajtur në burim në të dyja vendet. Po zgjedh në vendin ku don me kry obligimin tatimor. Do të thotë përjashto këtë, do të thotë kjo edhe e rrit mundësinë e investimeve mes të dyja vendeve, qoftë Kosovës në Itali, por edhe Italisë në vendin tonë. Dhe si të tilla kemi dikun 22 marrëveshje të ndryshme me vende të ndryshme. Gjithsesi. Edhe kjo i ndihmon patjetër qytetarëve dhe rrit ekonominë e vendit. E vendit gjithsesi. Është formalizim dhe çdo formalizim ul do të thotë evazionin tatimor dhe kur kemi ulje të evazionit tatimor, të krimit financiar në përgjithësi që është për instancë të tjera institucionale, do të thotë ne kemi më shumë para dhe kemi një ekonomi më të fortë dhe kemi financa më të mira për shtetin tonë. Ne deri më tani folëm mirë në fakt, pas ka pas zhvillime, po
me sa e di edhe mire keni përmbyllë edhe vitin 2025, ka pasur shumë të hyra të cilat janë deklaruar, po ashtu e keni përmbyllë një vit të suksesshëm, mendoni që do të jetë edhe viti 2026 kështu, edhe çka për ata ndoshta që i kanë bërgj ATK-s ose këto pjesa tjetër, apo do të gjobitën edhe dënohen pastaj merret pjesa tjetër? Po, ne kemi përmbyllur një vit jashtëzakonisht të suksesshëm, ku kemi pasur rritje të mëdha të hyrave, edhe si vjet, do thot për vitin e tretë, po punoj për 3 muaj, flasim që kemi pasur rritje të hyrave, dikon afro 300 milion do thot të hyra kemi pasur, dhe rreth 45 milion euro më shumë nëse krahasojmë periudhat të njëjta me vitin 2025. Normalisht të hyrat tatimore nuk janë vetëm statistika, janë të hyrat të cilat krijojnë stabilitet, të hyrat të cilat tregojnë transparencë dhe besim, dhe normalisht rrisin integritetin e institucionit tonë, dhe duke pasur këtë paralele, normalisht që përmbushja e detyrimeve tatimore në aspektin vullnetar çdo herë më shumë është në rritje, dhe synimi i ATK-s është ky, që sa më shumë përmbushje vullnetare, sa më shumë reforma tek ne si institucion, sa më shumë lehtësira për tatim paguesin në mënyrë që t'i shmangim edhe ne penalizimet për ata që si përmbushin. Ne e dim që në krejt botën funksionon njëjtë, jo çdo herë biznesi ka likuiditet që të përmbush detyrimet, mund të gjendet në vështirësi gjatë punës dhe proceseve që ka, dhe për këtë arsye ne kemi edhe lehtësirat për sa i përket borxheve tatimore, varësisht sa ka bësh, varësisht sa zgjedh me pagu, janë edhe mundësi të cilat i jepen faktikisht një tatim paguesit, dhe do të thotë është me forma të përqindjes varësisht sa përcaktohet me pagu, po ashtu shtoja pjesën edhe të marrëveshjeve ku bën marrëveshja mes ATK-s dhe biznesit për me e pagu në formë të kësteve obligimin e borxhit që ka ndaj ATK-s. Më pas është edhe riprogramimi, dhe janë shumë lehtësira të ngjajshme të cilat i kemi reformu dhe jemi të punu mi reformu çdo herë që mos me e mbështet dhe ngulfat tatim paguesin, po me i dhanë mundësi që mos me e mbet bësh ndaj institucionit, sepse fundja e thash ne jemi ekzekutiv dhe nuk kemi mundësi që tolerimin ta zgjasim përtej limiteve dhe afateve që i kemi. Por çdo herë zgjedhim format më të lehta dhe format informuese, për shkak se informimi është edhe brenda, informimi dhe edukimi tatimor është edhe brenda mandatit të ATK-s. Valentin, faleminderit shumë për këto informata, faleminderit për kohën që këndoa me qenë pjesë e emisionit sot, shumë kënaqësi që ju pa taktë në studio. Faleminderit juve.